që je sonde me ne. Faleminderit profesor. Nga ti kemi kërkuar t'i shkruash letër vetës. I ke shkruar? Kam shkruar, edhe pse po të kërkojshe të shkruaj një vepër muzikore, kisha pas shumë ma lehtë, se ne nuk kemi fort shkrimit të kështu as poetik, as letrar, por megjithatë me që insistuat, unë mundoha ta gjej një themi pasus i cili ndoshta në shumë elemente tregon edhe rrugtimin tim. Ka shoqëru? Edhe të kolegëve të mi, po ndoshta edhe vetë Kosovës. Okej. Po të dëgjoj mas po. Me lezu, po, me njera. Po. Letër vetës, Valton, nëse digjesh nga qumshti, nuk duhet patjetër t'i frysh kosit. Kaq. Kaq. Letra ma e shkurt në histori të emisionit. Do me thonë, ndryshe nga gjithë tjerët. E ke përmbledh gjithë shka. Ndryshe nga fjala urtë popullore. Sa herët ka djek qumshti? Një jetë. Po qumshti, realisht, është sinonim i sfidave që kemi pas në jetë, dhe sfida kemi të shumëta. Dhe njeriu e ka prirje që të kufizohet, të tërhiqet në kuadër të vazhdimit të një procesi caktuar të jetës së tij, dhe unë mendoj që mënyra më e mirë, më e lehtë për me të kalu sfidat është me qenë optimist, me qenë pozitiv, me punu përpara në mënyrë që ajo pjesë e jetës ndoshta sfiduese të kalohet sa më lehtë. Kjo nuk ka të bëjë vetëm me Valtonin, ka të bëjë me gjithë ata të cilët mund të kemë në një obstruksion rrugës, por natyrisht edhe sfida ka pas edhe çështja e zhvillimit të shtetit tonë, dhe natyrisht po të ndaleshin njerëzit nuk do të ishim tani ku jemi. Po në një mënyrë mendova që kjo letër aq e shkurtë është mjaft domethënëse, dhe shfrytëzoj këtë rast që gjithë ata që mundohen apo kanë ndonjë sfidë në jetë, dikush që themi ka ndonjë problem caktuar, ta te kaloj sa më herët, sa më shpejt, duke punuar, duke u angazhuar dhe duke qenë pozitiv për veten dhe për të tjerët. Kur ke arrit të kjo? Ose kur e ke kuptu këtë një farë mënyrë? Kur ke filluar ta kesh moto dhe ta vësh në zbatim? Po, realisht, mosha pe bënd vetën, pavarësisht që po duke i majtun. Ndoshta në rini njeriu është pak më gjak nxehtë, më i ndishëm, më preket më shpejt, nervozohet më shpejt, reagon më shpejt. Po, natyrisht, dhe me kohë e vren që puna dhe përgjegjësia që e ke në punën është ajo e cila flet për veten dhe ajo që të udhëheqësh përpara. Dhe pas një kohë kur e vren këtë themi, kur je i vetëdijshëm mbi të arriturat që i ke pas apo i ke bë, atëherë e shes që gjitha këto fjalë rrugës, nërkomza që thojmë popullor, që janë të tejkalueshme, me qenë se rezultati dhe puna mbetet gjithmonë. Kështu që me një moshë caktuar ti e shes që megjithatë shumë është më rëndësi vepra se sa fjala. Pra të vazhdosh të punosh dhe të mos ndalesh. Ky është mesazhi që na e përcjell. Jo vetëm unë, po gjithë ata që kanë ndonjë sfidë në jetë. Faleminderit shumë për këtë mesazh, që na e kujtove.